Nga studio numër 3 Top Channel, ky është Më lër të flas. Sonte me Djola Dosti, Ervin Karamuço, Fleura Shkëmbi, Gertja Naçi, Ronaldo Sharka dhe Jasir Asani. Zonja dhe zotrinj, mirë prisni Donald e Romeo Veshaj. Falenderit. Shumë falenderit që na ndihni. Shumë falenderit që na duart rokisti. Mirë mbrëma dhe mirë se keni ardhur në këtë spektakl. Fal. Çfarë janë këto titrat poshtu? Regjia, kush i ka vendos titrat poshtë? I kam vënë unë. I ke vendos ti? Po pse titra anglisht poshtë? Po, sepse Donald, ndoshta ti i fundi që i merr vesh gjërat, ne jemi ndërkombëtar tashmë. Ne na sheh gjithë bota. Hello! E ke seriozisht? Po, nuk po tallem. Po jo më vllaçe. Fillove me Regjia, hiqi titrat, lutem. Po lere mos u bëj Karagjos Prime Time Top Channel ti puna këto çer titra anglisht aty, të lutem. Mos të lutem se çfarë do thot bota, mor Donald, çfarë do thot Spanja. Po Franca mos i do t'i dalin para Francës, mor Donald. Por një sekond, mesazh nga regjia. Ja. U çmend, u mërzit Gjermani. Na u mërzit Gjermani, mor Donald. Si u mërzit Gjermani, mor? Si? Olla, po jemi ndërkombëtar tani, olla. Të lutem hiqi. Mos i hiq, mor Donald. A e pa, mor Donald, sa bukur e pritëm ne Europën. A e pe. Dinjitoz. A e pe, të lutem. A e pe. Ti po flet për summitin e Berlinit. Po patjetër për summitin. Po mirë, pritëm shumë okay. Po pe çfarë? Harova. Ej, ju lutem. Ej, baleti, të lutem. Jean-Claude Biscot Karot. Chop. Po kuptoj. Chop. Çfarë ndodh? O çfarë ndodh, tu ma tregote mua çfarë ndodh? A e pe si priti Rama ata të summitit europian apo jo? A e pe me balet, me art, me francez, Jean-Claude Biscot chop, shkartisuni aty. Futin një shkartisja. Çfarë emocioni. O zot, vazhdo, ndërkohë ne flasim sepse edhe ata aty te kryeministria kështu e bën. Ne do flasim ta do rin këtu? Po patjetër, gjithkohë. Po nuk është serioze kjo morëm në çfarë po? Shumë serioze, është francez të tjerë dorë. Art, shko. Opa, kontrollojnë fushat me arat. Okej, bravo. Sa e bukur. E ndjej veten tamam në summit dhe këtu ku jemi Donald. Romeo, po dëgjoj, ai kishte francez, ta janë balerinë të topit olla. Po, ku digjet se ata që kërcyen te kryeministria mendon se ishin francezë? Po shqiptarë ishin ata vetëm se kishin dëgjuar një aty këngë të Lara Fabianit. Si sa kujton ti? Leri. Okej, Bravo Karot. Bravo Biscot. Vazhdoni shkartisuni me njëri tjetrin. Aha, sa bukur. Dëgjoj, po mirë, po këta të summitit për çfarë erdhën këtu olla, për të parë koncert apo për të mbyllur një punë olla, se mora vesh. Ja, dëgjoj. Pak qef, pak punë. Po çfarë më kujtove nga summiti më Donald? Çfarë kemë? Po. Më ngeli qefi me zim zuri gjumi atë natë. Pse? Më ngeli qefi me Macronin. A i erdi me vones. Të lutem Karot Biscot diçka dramatike, më luani diçka dramatike. Mor Macron që erdhe vonë. Ishte e rëndë për ne. Romeo, po shumë e rëndi. do jetë vonuar në Astir. Se në Astir, mo? Po se ka pas punime, rruga ka pas trafik, do jetë vonuar në Astir, për çfarë si ka? Po ne se mirë shkoj. Po mirë, ndoshta i justifikohet. Po për çfarë erdhën këtu tamam ta se nuk e mora vesh? Rama do hapi pizzeri, erdhën ta inaugurojnë. Po ka shok Rama, po si ka shokët shumër, jo. I vin nga qitë bota. Këtej mëndje, leri njerëzit për në artë nga mrapa, këtej mëndje Donald. Pizzeria mora vesh, pa është simbolike, ai kishte pikturuar pjatat, ai pis nuk u nxori atyre. Po pra, pse nuk e nxori picën, sepse populli nuk e bën këtë pyetje, Donald. Nuk e nxori picën, sepse në pizzerinë e Ramës, mielli merret vetëm nga jashtë. Është miell cilësor, s'është nga ky mielli i vendas, siç e kujton ti. Edhe? Në fillim dha pjatët,
Pastaj kur të vim jelli nga jashtë, do t'ju japi picën. Është shumë e Po thjeshtë. kjo është se ta hapësh lokal, nuk është e thjeshtë Romeo, është zvonuar brumi, po dëgjoj, çka ka specialitet Rama tek kjo pizzeri vet? Specialitet te pizzeria Ramës do t'jetë pizza diavola. Pikante. Pikante, sepse edhe ai vetë është pikant. Okej, po kjo nga e mori të eksperiencë për pizzeri ose se marr vesh? Nga e mori, po si nga e mori. Ai ka 10 vite që punon në sezon në Dërmi. 10 vjet. Aty është në Dërmi, gjatë gjithë verës, dha ha pizza, bën pizza. Çfarë bën ore? Bën pizza. Në Dërmi? Po patjetër. Okej, mori eksperiencë si çfarë bën në Dërmi? Picier pra, picier, ishte picier në Dërmi. Hante cica. Vende pizza. Hante pizza dhe bënde. Po. Okej, dakor. Po mirë, shumë mirë. Dgjoj, të bëj një pyetje më meqense ti je piktor. Më thuaj. Ore, si do duk ajo pikturë e Ramës që e prezantoi tek këta të samitit? Ha? Piktura, okej, ishte një autor i huaj italian që simbolizonte Europën me atë vepër tim. Simbolizonte ajo pikturë BN thua ti? Po. Po çfarë thua, pas ka lidhje fare, vetëm ajo s'kishte lidhje me BN. Nuk ta jepte atë ndjesisë, ta jepte atë gjendje ajo Donald. Mos më pëlqeu fare. Pikturë ishte ajo. E di kush mund ta simbolizojë shumë mirë BN? Mendoj unë. Po të më pyesë mua, po nuk më pyet, e shkoj gaboj. Me atë gaboj. Regjia, lutem ndihmoni pak me foton. Kjo është. Kjo e simbolizon më së miri, ashtu siç duhet, BN, Donald. BN, po çfarë lidhje ka kjo me BN, Roma? Si çfarë lidhje ka? Po duket qartë, po duket që na gjeneza, duket qartë, domethënë ajo ngjizja e këtij personi me BN, me BN. Po ç'lidhje ka kjo foto? Është dikush që po urinon tek lana. Po pra, ç'lidhje ka? BN. Po është BE, more. Po pra, BE. Jo BE, Jo, BE. prandaj andej vjen BE-ja, Donald. Nga liria, BE. Po të lirohet, Po patjetër, BE. Jo, Është BE, liri, BE. Të lutem. Ja, se kisha menduar shumë. Po këta do vazhdojnë akoma? Këta do vazhdojnë. Po valla kanë marrë lekë këta, vazhdoti. Janë francez. Francezë po s'mbaron show nuk ikin. Mos haro Donald, janë francez. Po, Shumë mirë. dakor, mirë. Njerëz, e nisëm kështu emisionin sonte. Dhe do të flasim për shumë gjëra të bukura sot. Një nga ato do të jenë të rinjt, do të jenë adoleshentët në përshkolla, sa agresiv janë dhe çfarë po ndodh brenda dhe jashtë shkollave, gjimnazeve në Shqipëri. Ju lutem ndjekim insertin dhe kthehemi në Më lër të flas me një super panel. Rastet e dhunës mes adoleshentëve shqiptar janë shtuar. Të rinjtë e sotëm po përfshihen në shere edhe prej TikTokut ose për të pasur një dominancë në rrjetet sociale. Pronarët e bizneseve pranë gjimnazeve duket se janë dëshmitarët e parë të konflikteve mes të rinjve. Ka pas probleme, ka pas sherre, ka pas njerëz të papërgjegjshëm që hynin, dilnin e bënin skena dhe budalliqe. Janë më tepër për motive të dobta, personale, se sa të mendosh janë faktor ekonomik. Vilesën pata një rast që më kërkuan një palgërshor për të punuar dhe nuk me kthyen. Dhe frika ime më e madhe ishte se mos ato përdoren për ndonjë gjë tjetër. Më lër të flas, u ndal në gjimnazin Qemal Stafa, një ndër më të njohurit në kryeqytet. Themi që kemi një harmoni, por ka raste për shkakun që edhe kjo harmoni ka nevojë për përmirësime. Vajzat mund të jenë shumë herë më të përfshira për konflikte se djem. Shikojmë nga viti në vit një tendencë të shtuar, një agresivitet ndoshta të shtuar të adoleshentëve që më thënë të drejtën është për të ardhur keq, por ndoshta përdorimi i të zgjatur i teknologjisë, i telefonave e shikojmë si problem, si shqetësim këtë. Ne bëjmë monitorim, nuk bëjmë kontroll fizik. Kur ka qenë hera e fundit që është dashur që të flisim me policinë? Hera e fundit që kemi fol me policin, u bë para një javë më përpara. Sot kisha komunikimin e fundit me tonë në mëngjes. Kemi ditë që janë goxha të qeta, kemi ditë që mund kemi 2-3 raste brenda ditës. Konfliktet më të shpeshta nisin pikërisht për motiveve shumë të dobta, banale do thoja. Si e veshur sot, s'më pëlqeu domethënë. Nisin konfliktet edhe nga përdorimi i ca platformave sociale apo grupeve të vogla që krijojnë ato. Pëlqime që mund të kenë për njëri tjetrin.
Edmond Meshini, specialist në Departamentin për Rendin dhe Sigurinë Publike, thot se jo të gjitha konfliktet që ndodhin në shkollë raportohen në polici. Shumë prej tyre zgjidhen brenda institucionit. Konfliktet fizike janë më të shpeshat që shoqërohen pastaj me sende të forta. Shkaqet kryesore të konflikteve janë keqpërdorimi i rrjeteve sociale, hapja e profileve falso, bullizimi i kolegëve me njëri tjetrin. U kryen në Më lër të flas. Pasi i seli sa më pam me këtë super panel, jemi sot në studio me Flora Shkëmbi, psikologe. Jemi sot në studio me Diola Dosti, nutricioniste dhe nënë një vajze adoleshente. Jemi në studio me Ervin Karamuço, ekspert kriminalistike. Dhe gjithashtu jemi në studio me Geti Anaqi, Agjencia e Sigurimit të Cilësisë Arsimit para universitar. Mi se erdhe faleminderit që gjatë kohën. Të jeni sot te me ne. A jeni mirë? Super. Po pas ti inserti e si jeni do? Shumë diskutime për të sqaruar konceptin se çfarë ndodh brenda shkollës dhe me ndihmën e profesor Karamuços dhe të kolegëve se ç'ndodh jashtë mureve të shkollës. Okej, shumë mirë. Sipas jush, si paraqitet situata? Me qenë se zoti Karamuço është një ekspert kriminalistike dhe ti sheh më shumë se ne, i studion këto raste. Në fakultetin e drejtësisë, në lëndën që japim, normalisht gjëja e parë janë statistikat, janë shifrat. Ne kemi 35.000 vepra penale në vit. 35.000 vepra penale? 96 vepra penale në ditë, nga të cilat 6 deri në 7 janë plagosje ose goditje, që nuk shkojnë deri në plagosje. Po. Pra raje, dëmtime trupore që nuk shkojnë deri në 9 ditë për plagosje të lehtë. Çdo ditë nga 6 raste? 6 raste. Okej. Pra, a janë këto brenda në shkolla apo jashtë? To janë jashtë më së shumti, por kryen kryesisht nga mosha adoleshente e cila ka marrëdhënie të ngushta me shkollën dhe një konflikt ose një përplasje që të ndodh jashtë, pastaj vjen dhe vijon më tej brenda ambienteve të shkollës. Ky është një rrezik shumë i madh. Dhe këtu duhet pastaj problemi që çfarë detyre kryen mësuesi, oficeri i sigurisë së shkollës, drejtori edhe Po pra, Gerti, çfarë po ndodh në shkollat tona? Tash me që jemi ke shifrat, vetëm viti që shkoi, në një raport i bërë publik shtator, rezulton që në rang republike ne kemi 2750 raste dhune. Nëse do ta shtrinim në territor, i bie mesatarisht që çdo shkollë të ketë 2.7 raste konfliktesh. Shifrat na përputhen me profesorin, se profesori flet në kontekstin më të gjerë. Në tërësi po? Sepse 2750 raste nuk i referohemi dhunës fizike për plasjes me sende të forta. Por ato mund t'i ndajmë kryesisht në bullizëm, dhunë psikologjike, pra masa e këtyre rasteve 50%, dhe 400 raste përfshin dhunën fizike, ku strukturat brenda shkollës, cilat unë do i trajtoj pak më vonë, i kanë referuar këto raste në policinë e shtetit. Pra nëse do të thoshim sot çfarë ndodh në shkolla, kemi masa të shtuara, kemi ekipe multidisciplinare që përbohen nga oficer sigurie, janë trinj të diplomuar për psikologji, shkenca sociale që trajnohen në akademi. Oficer sigurie që rinë brenda shkollave? Oficer sigurie, të cilët rinë në gjimnaze dhe shkolla nëntëvjeçare. Me kohë të plot? Me kohë të plot, paguhen, trajnohen në akademinë e sigurisë. Okej. Kemi një sinkronizim. Kemi të bëjmë me rojen e shkollës? Jo, nuk është roja e shkollës. Këta janë persona që bëjnë referimin ose parandalimin e rastit në bashkëpunim me psikologun e shkollës, me mësuesin kujdestar, me prindrit, sepse njoftojnë dhe prindrit, me vetë stafin organizativ që janë rojet dhe deri sanitarja. Në momentin këtu ku ka risk, ku risku është shumë i lartë dhe profesori mund të ndihmojë pastaj se çfarë do të thotë riski i lartë, me paketën e sigurisë që është miratuar tani, këta do duhet raportojnë me njëherë forcat e policisë shtetit. Është vendosur një perimetër 50 metra i territorit shkollës. Po fal, do doja që të ndërprisja pak për një informacion më të detajuar. Ai personi, oficeri i policisë që ri në shkollë, është i specializuar që ai të ndërry në ndonjë incident, në ndonjë debat momentit, ndonjë Donald, oficeri i sigurisë nuk është polic. Të ta sqarojmë për publikun. Është një njeri që është i diplomuar në shkenca sociale, është pjesë e networkut që ndodh brenda shkollës, parandalon konfliktin. Okej, po ai ka parandaluar realisht, pse nuk i ka ulur ky shifrat? Në 2700 raste, 400
janë parandaluar vetëm nga oficeri i sigurisë. Ka të qenë raste. Okej, cili është rasti? Dhe rastet më të vështira. Raste më të vështira. Dhe rastet më të vështira mund të kenë dhe shantazhin, sepse kemi edhe krimin kibernetik, përdorimin e mediave sociale. Po, mund do kalojmë tek ajo pjesë. Mund të kenë edhe tentativat për vetvrasje, që janë raste të referuara ke psikologu si pasojë e bullizimit në shkolla. Mund të kenë edhe rastet e dhunës psikologjike, që para viteve 90 nofkat që ne i vinim njëri tjetrit ishin krejt normale, ndërsa sot brezat nuk i pranojnë. Pra është një kimegër i rolit të gjithëve për të njoftuar dhe për të referuar rastin ke strukturat respektive. Ervina, janë parandaluar këto raste nga... Shiko, një nga detyrat që ka policia shtetit në bashkëpunim me oficerët e sigurisë shkollave është parandalimi. Edhe perimetri i sigurisë, paketa e re që u promovua, u lançua nga ana e Ministrisë së Brendshëm, këtë ka si qëllim. A arrihet dot kjo? Për shumicën e shkollave, po. Por disa shkolla që janë më shumë problematike dhe që janë... A ka të bëjë kjo me shkolla shtetërore dhe ato private? Kush janë më problematike? Jo. Jo? Okej. Sepse ne kemi pas raste edhe në shkolla private ka probleme më të rënda se sa në ato publike. Varet nga përbërja e personave, të nxënësve, po nga njëherë edhe neglizhenca e mësuesve, kemi pas edhe mësues problematik, nuk është vetëm problemi i nxënësve, të cilët na krijojnë këtë lloj anomalie. Tani problemi qëndron këtu. Mësues problematik, çfarë do të thuaç, që ka mësues që ushtrojnë dhunë tek nxënësit? Që e lejojnë dhunën? Atëherë ka mësues që tolerojnë dhunën, qoftë atë verbale, psikologjike, po edhe fizike, që e kalojnë pa e denoncuar dhe pa e referuar, siç tha dhe kolegu. Ka mësues që nganjëherë përdorin vetë lëndë narkotike, nuk po them në shkollë, po jashtë shkolle. Po kjo është shumë e rëndë. Ka një problem të çekuilibrimit të tyre psikoemocional. Janë të gjitha këto risje që ne i marrim konsiderat kur themi ku shkollë dhe kanë dhënë, pastaj japin shenja, japin flamur të kuq këto. Sepse sjellja e këtij, ne kemi pas mësues fizkulture që kanë bërë ngacmime ndaj nxënësve. A është vërtet këto fakte që thotë profesor Karamuço, Gerti? Mësues me lëndë narkotike, mësues me ngacmime seksuale, a janë fenomenet që përmend profesori janë adresuar. Ka një ndryshim ligjin e arsimit prauniversitar, ku mbas kodit etikës, nëse konstatohet ngacmim i mësuesit, nga ngacmimi më i thjeshtë deri te këto përmasat që profesori shpjegon, mësuesi përjashtohet njëherë nga sistemi arsimor dhe rasti vazhdon për gjykim sipas referohet sipas. Por tek përdorimi i lëndëve narkotike që po thotë profesor Karamuço, shiko, ajo është pjesë, mësuesi është pjesë e shoqërisë. Por patjetër që po është njeri si të gjithë, do të pi, është qefli, ka persona që duan një lëndë psikoaktive, sigurisht paranë dhe buxhetin nuk e kanë për të blerë kokainë, se është shumë e shtrenjtë. A duhet të ketë teste? Patjetër duhet të ketë. A ka teste? Ka Gerti në shkollë? Ne në sistem kemi 27.200 mësues. Tash të themi që me një numër të madh, nuk ka njerëz që abuzojnë. Okej, po duhet të ketë një test sepse dikush ka një test, i beson fëmijën, ka një test psikologjik i cili bëhet kur mësuesi fillon punën. Pra komisioni kur ti aplikon për punë, ka një test që mat parametrat e tu. Dhe sigurisht mund të ketë postmatje në rastet kur incidente ndodhin. Vetëm vjet ne mund të kemi pasur rreth 100 konflikte, që është numër shumë i vogël në raport me popullatën e madhe të numrave të profesionit, që është minimal. Po nuk duhet neglizhuar dhe kjo. Për ta furnizuar pak debati dhe pastaj kolegët mund të flasin më shumë, korelacionet ne po na ndryshojnë me kalimin e viteve. Për shembull, nëse ju mendoni që vetëm adoleshentët përfshihen më kollaj në konflikte, nga studimet që vetë Ministri i Arsimit bën, dhe kjo është arsyeja pse ne porrisim masat, rezultojnë që është ulur mosha e gjenerimit të konfliktit. Pra janë klasat e 7-ta, 8-ta, 9-ta që kanë hyrë tashmë në një konflikt më të hershëm, se ne mendojmë vetëm gjimnazi është problematik. Ka një korelacion mes zonës urbane dhe rurale. Për shembull, sa më heterogjen të jetë qyteti, aq më potencialisht më shumë problematike do të jetë një shkollë. Dhe nuk flasim vetëm për konfliktet fizike, edhe një herë të qartësohemi. Ka qytete që janë shumë të vogla, që e kanë potencialisht numrin e rasteve shumë të ulët. Kështu që ka disa variable që ndryshojnë. Edhe brenda një qyteti, periferia mund të ketë shkolla që kanë
një element rrezikshmërie më të lartë se sa një shkollë që tjetë Okej, do flasim pas pak sepse është një temë që duhet diskutuar pak më gjerë. Zonja Shkëmbi, çfarë mendoni ju për dhunën në shkolla, për agresivitetin e a ka qenë njësoj përpara 10 vitesh dhe është njësoj tani numri i rasteve si po ndryshon? Atëherë, kjo po ndryshon në gjithë shoqërinë dhe unë jam shumë dakord me pjesën që nuk kemi vetëm tek adoleshentët dhe vetëm të shkollat e mesme. Të shulur ti ke që klasë 7, ti ke që të vegjël, pastaj të ka kaluar edhe në pjesën e universitetit, që presupozohet edhe në universitet janë më serioz. Është problemi është problemi që ne duhet ta parandalojmë sa më hershëm. Ajo që unë shikoj në gjithë shoqërinë dhe me rastet që kemi ne, shikojmë që nuk do t'i vëm vetëm fajin, se unë po shikoj njëherë kalohet e mësuesi, njëherë nuk po diskutoj këtë pjesën. Unë po shikoj pjesën kryesore ku është shoqëria dhe ku është familja. Sepse ajo pjesa në një komunitet shumë të vogël, pse në këto vendet e vogla, në qytetet e vogla, kur shikojnë fëmijën tënd, duke u zënë apo duke u rarë, do hyjnë, do lajmërojnë prindrit, do komunikojnë, do ta mbajnë afër, nuk do ta ngacmojnë akoma më shumë, do i flasin fëmijës së vet, do vi prindrit tek shtëpia. Pra ti ke një suport shumë më të madh në këto komunitete. Pastaj në të gjitha shtresat janë rritur më shumë, sepse sot, në kohën tonë, më falë se të kam kthyer kurizin, në kohën tonë ne nuk ishim aq shumë të ekspozuar nga të gjitha, nga pjesa e dhunës. Sot i ke që të vegjël që ekspozohen me dhunë. Do diskutojmë pas pak për rrjetet sociale, TikTokun. Diola, ti je friksuar për këtë situatë që ndodh në përshkolla, sepse janë në një adoleshente? E një adoleshente dhe një vajze e cila është në klasën e 6 gjithashtu. Po më kujtohet vajza e madhe këtë vit është në vitin e parë në gjimnaz, dhe nisur nga një ngjarje që i ndodhi në 9 vjeçare, që u zu me një shoqen e vet atje dhe që e kërcënoi dhe është dashur të ndërhyj unë, të merrem unë personalisht me shoqen e saj. E madhja Ishte konflikt fizik? Për pak ishte konflikt fizik dhe ishte një kërcënim për një konflikt fizik, për një x arsye, për arsye adoleshentësh le të themi, dhe vajza është detyruar që të futet në një kurs boksi. Pra, unë dua që të mësoj dhe realisht u regjistrua, filloi kickboxing për tu vetë mbrojtur dhe ajo e kishte për faktin sepse unë dua të ndihem që ajo shoqja e tij ta di që unë merrem me kickbox dhe mos më afrohet. E para dhe e dyta, vajza tani është regjistruar edhe në futboll, pra është futur në futbollin e gocave, është në një gjimnaz shtetëror, por që e shoh që kur bisedoj me të, ajo do më shumë që të nxjerrë në pa tiparet mashkullore për tu vetë mbrojtur. Pra, këtë gjë ajo e bën në mënyrë instiktive për t'i treguar shoqeve, shiko, ti mua nuk mund të më bullizosh. Mua zguxon. Është një lloj, ajo krijon një zonë vetëmbrojtje. Ti mua nuk më bullizon dot sepse unë merrem me kickbox. Ti nuk më bullizon dot sepse unë merrem me futboll. Pra për të krijuar ndoshta në kundërpërgjigje të stresit të brendshëm, një lloj të rrisi më shumë energjinë mashkullore të saj. Vetëm për të mbrojtur veten. Okej, do ta diskutojmë në pjesën tjetër të emisionit, sepse duhet kalojmë në një hapësirë shumë të shkurtër publicitare. Diola, i sugjeroj vajzës tënde që të marrë leksione nga profesor Karamuço. Okej, po këtë do ta diskutojmë. Vetëm një ndërhyrje. Po. Sepse e pyetët në lidhje a ishte fizike? Po. Ishte kërcënim. Atëre, psikologjika është më e rëndë se fizike. E kuptoj. Edhe këtë psikologjika është ajo që ne na ka shkaktuar ngjarje të tilla që merr kallashin në shtëpi dhe vret gjithë klasën. Po. Fizika jo. Okej, rënd kjo deklaratë, kalojmë në hapësirë shumë shkurtër publicitare dhe kthehemi në pjesën e dytë të emisionit. Faleminderit që po na ndiqni.
Përkthyem me këtë pjesë të dytë të emisionit. Faleminderit që na ndisnin. Tema kësaj jave shumë e fortë, po është dhe shumë delikate. Po flisnim pak për këto armët e ftohta apo jo? Që dhuna psikologjike është shumë e rëndë se sa dhuna fizike. Dhuna fizike apo psikologjike? Ju referova rastin të vrasjes në klasë në Serbi, ku vetë presidenti Vučić doli gati 2 ditë më pas, mbasi u mbajtë edhe zi, dhe tha që ne na ka dështuar sistemi i mbrojtjes së shkollave. Është një sistem shumë i gjerë, nuk ka të bëjë vetëm me një oficer sigurie. Ka të bëjë edhe me familje. Në momentin që prindi nuk komunikon me fëmijën, që aty fillon risku më i lartë që fëmia mund të ketë konflikte të pashprehura dhe pastaj kur shprehen këto, të gjithë bëjnë paditurit. E kuptoj. E shqipim pak bashkë, vetëm të shohim pak foto Gert, pastaj siten armë të ftohta online. Po të shohësh, janë armë të ftohta që ne kemi ulumtuar pak për rrjetet sociale dhe siten armë të ftohta, thika, doreza, kapuça, dhe ka njerëz ka të rinj shumë të interesuar, më përshko, shite, dorez, dopjo, super material, edhe kërkojnë në për komente. Donald, tu të ashim më dimon presori, po një argument presor dhe pas taj vazhdo. Po, atëre, ne kemi një nen, edhe para kemi TikTok-un që na jafron në shumë. Shiko si po përdore TikTok-u pra për të reklamuar, është bërë një treg i hapur shitjes. Të armëve të ftohta. Shiko, edhe në vitet mua më kujtohet në gjimnaz, për shembull, shokët e klasës, disa prej tyre ose nga klasa të gjitur, merrnin thika, thjesht nuk i blinin online dhe merrnin thikat e bukura. Në Instagram sa faqe ka kjo? Të përdoret Instagrami, nuk duhet censuruar, nuk duhet bërë një studim për këtë? Çmimi 20 euro, 2 cop 35 euro dhe me ulje. Dhe me ulje, keni dhe me ulje ora. Përpara se të kalojmë me TikTok-u, ti qetësoj mirë njerëzit, vendosim një parametër. Po patjetër. Definicioni. Bim dakord njerë që dhuna ka ekzistuar, ka lidh me njeriu dhe do ekzistoj. Patjetër që po. Ne po flasim si ta përmirësojmë. Bim dakord që ke emisioni juaj Më lër të flas, është shumë mirë që flasim për dhunën dhe për masat që marrin. Absolutisht. Fleura e përmendi pak edhe Djola dhe profesori që roli i shkollës nuk është thjesht si një vend ku fëmia stacionohet, edhe përgjegjësia mbaron vetëm ke mësuesi, ke psikologu i shkollës edhe ke oficer sigurisë. Është edhe aftësia për ndërvepruar me prindët dhe me komunitetin. Kjo është dhe arsyeja pse një sistem arsimor nuk fokusohet vetëm ke mësimi, po bën këto studimet që thot Romeo. Pra ne shohim për shembull sa influencon rrjeti social, cilët janë elementet e sigurisë kibernetike, që mund ndikojnë në gjithë këtë përshtellimin mendor që profesori mund ta elaborojë akoma më mirë. Ne bëjmë studime se si mundet të gjithë aktivitetet ekstrakurrikulare i mbajnë njerëzit larg këtyre elementeve. Për shembull, është kampionati i sportit nëpër shkolla. Që është një lëvizje fantastike, duhet si një rikthim i traditës, pa jo është shkarkimi i agresivitetit dhe i gjithë energjive negative. Është programi i kodimit i arteve dhe zejeve në shkollë dhe i panajireve. Të gjithë këto veprimtari shërbejnë për socializim. Patjetër. Tani, sa influencon TikTok-u? Influencon, më fal, influencon edhe muzika edhe arti, më fal, influencon dhe muzika dhe arti, sepse sot kemi repera dhe kemi tekste të ndryshme të cilat jo unë jam bosi, jo i forti, jo kallashi, jo pistoleta, edhe kjo është një lloj influencë, mos ja lëm vetëm pjesës së TikTok-ut dhe mungesës së komunikimit në familje. Të diskutojmë vetëm këtë fakt, që në moshën e adoleshencës ne kemi është vetë një moshë zhvillimore. Kemi ndryshim hormonal që jep agresivitet. Ti është a pjesë e trurit që nuk ka aftësit për të negocuar, nuk është zhvilluar akoma. Kemi pjesë, kemi pjesën impulsive të adoleshentëve dhe të kësaj periudhe. Kemi anksin dhe depresionin. Me thënë, këto janë pjesë të pa diskutueshme nga studimet apo nga gjithë shoqëria që do kaloj, se dhe ne vetë kemi kaluar në adoleshencë. Edhe ju e mbani mend, edhe profesori dhe të gjithë, edhe Gerti e mbaj mend që kemi qenë dhe ne në mënyrat tona. Tani çfarë duhet të bëjmë ne për ta parë dhe për të qenë aty sa më suportues? Ne duke i dhënë që çfarë do bëjmë duke ndaluar këta, që TikToku do vazhdoj. Nuk do ndaloj, do hiqet TikToku, do dalin gjë tjetër. Tani çfarë do bëjmë ne si shoqëri që të krijojmë disociacion
depresionin. Pra, mos ja u japim vëmendjen këtu, po ne t'i kthejmë në këtë. Po t'i kthejmë, po kush është mënyra duan t'im ne kemi dhe të komunikoj. Komunikimin e para, komunikimi me prindrit. Ju lutem, unë vetë nuk jam prind, po kjo nuk do të thotë që unë të bërtas me të madhe dhe të ngre zërin dhe të them, ju lutem lini gjithë shka tjetër dhe në fund të ditës uluni dhe pyetini një njerë fëmijën tuaj. A ka angst ky fëmijë, a ka depresion, a ka ndonjë problematik, sepse flisni, këta fëmijë në fund të ditës kur shikon nënën, babain të lodhur, pastaj e ka përxen me kë do flasi me një shok apo me një shoqe, nëse do ketë, nuk i jep lot. Shoku që i vogël do t'i thoj, vlla im i madh ka një dorezë, unë i di rastet që po i flas konkrete, që i vogël fare, dhe thoshte vlla im se ngacmonte dhe ishte fëmijë fare, ka një dorezë, e mori, ja gjetën gjyshrit, u alarmuan të gjithë, më ç'është kjo dorezë në shtëpi. Pra, se kishte turp, kishte frikë se shqetësonte prindrit. Ti duhet jesh më afër. Okej, dikur trashëgoheshin libra, tani trashëgohen dorezat. Do vazhdojnë edhe librat. Është edhe tjetra turpi që kanë prindrit për të çuar fëmijën te psikologu. Ka prindër të cilët nuk e pranojnë që fëmijën, normalisht një prind i cili nuk është profesionist nuk mund të detektojë dhe të përcaktojë nëse fëmia ka ankth ose depresion. Ka edhe forma të që mos të flasim për pjesën e depresionit, fëmia mund duket shumë herë i lumtur, po në fakt ai mund të jetë duke përjetuar depresionin. Çdo adoleshent çan natën në krevat. Dhe një pjesë e prindërve nuk e pranojnë. Pra e para është që prindi duhet të pranojë që ka. Ta ke shprehur në mënyrën tënde. Po, zënë Shkëmbja, ka prindër që sjellin fëmijët? Po, dhe ke prindër, po, dhe janë ndërgjegjësuar e të po flisnim së bashku me Kerçi. Që shkojnë tek psikologu me fëmijët? Po, bashkë me fëmijët, dhe ne kemi detyrim deri në moshën 18 vjeç të vi bashkë dhe prindit të ri aty. A kanë probleme madhore apo janë probleme që janë probleme rutinë, ata thjesht e kanë për kulturë që shkojnë te psikologu? Jo, ti ndajmë. Nëse ai ka një problem që duhet vej tek një specialist tjetër që është psikiatri, këtë e lëm jashtë, nuk po e diskutojmë këtu. Nuk po e diskutojmë këtu. Kurse kur vinë pastaj prindrit, vinë të shqetësuar, marrin telefon se fëmia më është bërë agresiv, më bër 8 muaj, mësuesja më thotë që kemi raste të patjetër, edhe femra edhe meshkuj. Sepse femrat pastaj çfarë bëjnë? Ka dikush tjetër që edhe çfarë moshash, kush është mosha që ju vjen më shumë? I kemi me atë punoj unë, nuk futem te pjesa e fëmijëve, por ti ke që nga klasa e 8 do thosha 9 dhe deri në gjimnaz. E rëndësishme. Më fal, doja të ndaloj pak te kjo pjesa. Jo, fëmijët që vinë, janë fëmijë nga çfarë strese vinë ata? Nga të gjitha stresat. A e përballojnë do të gjitha stresat e psikologut? Jam shumë dakord të dia që do dilje. Dhe në rastet kur ne kemi disa lloj psikologësh me pagesa të ndryshme që mos të tremben njerëzit fare. Kemi dhe që punojmë ka formate të ndryshme që punojnë for free. Ti mund të marrësh dhe në telefon, ka qendra që mjafton ti të gjesh, mjafton të ngresh telefonin dhe ne të gjithë jemi në dispozicion. Nuk mundem unë, po unë do ta referoj te dikush tjetër që është ajo që mund përmbledhim te kjo pjesë dhe pastaj profesor, kemi ndjes sa çfarë. Kemi vazhdo. E rëndësishme është që ka ndruar mendësia për të kërkuar ndihmë, për të shkuar ke psikologu. Kulturalisht, në terma identitar, ne i qanim hallet me njëri tjetrin dikur. Ndërkohë, është kjo që Flora thotë që nga moshat 13-14, sidomos adoleshentët, kanë një ndërgjegjësim më të madh për të kërkuar ndihmë ke psikologët. Kërkojnë vetë, është me kërkesën e fëmijëve, jo opsionet janë, vetëm në sistemin arsimor janë të punësuar diku ke 820 psikologë, që është marzhi i lartë krahasuar me normat europiane, dhe që aty shërbimi mund merret falas. Është marzhi i lartë në krahasim me europiane për kontekstin shqiptar. Unë mbaj kur ne kemi qenë në gjimnaz, shkolla ka pasur psikologa. Dhe psikologja, po thuhet se nuk ishte fare në shkollë, askush nuk shkonte te psikologu, nuk dihet, kishte disa, kishte më fal, nuk e dia ka ndryshuar sot, sot ka ambiente, nuk e dia ka një pozicion fikse dhe njohin me pak, kanë ambiente nga zyrën e vet, kanë standarde dhe protokolle pune të unifikuara, sigurisht që ka vend për përmirësim, për trajnimet më të Dhe vazhdojnë trajnohen, ty u bëjmë dije që trajnohen. Për të referuar qoftë në ambiente të tjera, ku përsëri ka shërbim falas, apo pse jo dhe për të bërë zgjedhje private, që është dhe sektori privat, mundësit janë. E rëndësishme është që kultura po ndryshon për të kërkuar ndihmën. Po, edhe diçka doja të shtohet te kjo pjesa e psikologëve, ne prindërit kur kemi bërë mbledhjen e parë, na është dhënë një letër që afirmosim neve që fëmia jon të shkojë te psikologu në qoftë se ka nevojë.
Pra jo vetëm që është gjithkohon psikologu aty, por kërkojnë dhe lejen e diçka formale që shkolla ka psikologë, janë adoleshentët e viteve të thoshme që kanë një Dakor, psikologu është fëmijët e firmos vetë prindi për ta trajtuar fëmijët. Zoti Karamuço, po. Ju lutem na ndihmoni me mi sillni pak pamjat që kishin pak më parë, zoti Karamuço do t'i analizoj. Kolegja jon nga Departamenti i Informacionit, Anila Hoxha, ka bërë një kërkim dhe kanë gjetë jo një, por shumë faqe që tregtojnë online armë të ftohta. Atë që t'ja shpjegoj. Gjatë 10 viteve të fundit ne na është trefishuar në një fashë moshore 14-18 mbajtja e armëve të ftohta. Në 2022-shin, qeveria shqiptare ka miratuar një vendim të Këshillit Ministrave që bën fjalë për pajisjen me leje për armë të ftohta. Që do të thotë disa lloj thikash kjo etj, duhet të ketë leje për këtë. Por nuk janë armë të ftohta vetëm thikat, po edhe shkopat e bejsbollit. Edhe leva, edhe shkopa gome, pra sepse në katalogun e policisë shkencore është e parashikuar një armë dërmuese, thërmuese dhe prerse. Janë në katalog. Ai katalogu sa herë kapen nga këto, që kapen nga ana e policisë pastaj procedohen penalisht, neni 279 i kodit penal thot që nëse nuk je në publik ose në makinë është deri në 3 vjet. Nëse i ke në publik armën e ftohtë pa leje ose në makinë duke shëtitur, pra ka rrezikshmëri më të lartë, shkon deri në 5 vjet burg. 5 vjet burg. Tani ka njerëz që dënohen, ka statistika të larta, po janë minimale për shkak të moshës së tyre, përfitojnë nga ulja e dënimit e tjerë. A ka raste që kapin flagrant? Pafund. Tani problemi qëndron këtu. Këta janë bërë të zgjuar sepse duhet t'u shkasin masave që merren me karakter penal gjatë kontrollet e policisë. Nuk mbajnë më kaq të shprehura thika dhe këto. Armë jo, se bien në kontakt shumë rrallë me armët, dhe armët kanë një rrezikshmëri shumë të lartë për t'i futur në shkolla se mund të kapesh edhe dënimi është edhe më i madh. Por një fëmijë 14 vjeç për shembull i është kapur kjo unaz. Unë prandaj e mora që t'ja u ilustroj. Regjia, të lutem na ndihmoni me pamjet nëse keni unazën e profesorit. Ka printuar, është një unaz e cila ka një te që hapet. Ka një te që hapet dhe mbyllet. Dhe kur ti e kontrollon personin, kjo unaza këtu nuk bie në sy fare, është një unazë e zakonshme. Dhe në momentin që hapet ajo bëhet profesora, i është kapur, t'ja shpjegoj. I është kapur fare rastisht. Është një unazë me një te, po thot profesori që ajo mbyllet në këtë formë dhe ngjan unazë. Dhe ngjan një unazë. Po. Normale. Në moment që është kontrolluar, askujt për policisë nuk i ka rënë në sy kjo unazë. Ka qenë një unazë e zakonshme. Ndërkohë që është unazë vdekjeprurse. Se është vdekjeprurse. Në momentin kur hapet, ai teu shkon gati tek një gjys gati 2 cm. Ky teu kur hapet. Ai teu. Në momentin që ai të godet, rrezikshmëria për humbur jetën është shumë e madhe, sidomos në pjesën e qafës. Në pjesën e karotideve, nëse ai te të kap, siç gjuajnë këta, në 4 minuta je i vdekur. Me një unazë. Me një unazë. Tani, ne flasim për, duhet të bëjmë një dallim midis armëve të ftohta, që kategorizohen mbas katalogjeve, eksperti kriminalist duhet vendosë a është armë e ftohta apo jo, dhe armëve të tjera që bëhen të tilla për shkak të kushteve rrethanore të caktuara. Për shembull, ju çfarë po pinit një kanoçe që ishin një pije freskuese. Ai kanoçja është tik, është armë. Po të hapet ajo kanoçja, po të hapet, të kthehet, është një te që mund të të presi dhe mund të lërë të vdekur në tokë, larg qoftë. Po këto armë ekzistojnë, janë në Shqipëri, janë prezente në shkolla, adoleshentët në shkolla janë prezente. 14 vjeçar rastisht në Shqipëri, por policia nuk e ka kapur. E ka kontrolluar dhe nuk e ka gjetur. Tani, a kanë këto oficerët e policisë, a kanë informuar profesor? Ne kemi gjetur në arkivin, fal një profesoreshe që është nëna arkivave shqiptar, është për ta vlerësuar, Nevila Nika, është gjetur në arkivin tonë e vitit 1936. Ku është një qarkore që ju çohet gjitha prokurorive në atë kohë, në kohën e Zogut, dhe ju thuhet, çfarë do lloj arme të ftohtë që do kapni, është kjo qarkore, 36-në, do ta çoni te Muzeu i Xhandarmerisë që është brenda shkollës së Xhandarmerisë shqiptare, që ata që do trajnohen si xhandar të kuptojnë se me çfarë lloj arme të ftohtë sot sulmojnë këta. Se nga njerë, ato që përdorin këta, ne nuk i njohim si të tilla. Ju po thoni që duhet të bëhet një ekspozitor? Një ekspoze sot e bëjmë edhe, nuk është problemi të bëjmë muze në atë kohë, se sot ka ekrane, ka kërkimi është digital etj. Por, shikoni përpjekjet që ne kemi pasur që në atë kohë. Po në këtë kohë janë një fond të madh të gjitha këtyre që në pamje të parë nuk duken,
por që fshehin edhe tokzat e ripave janë me thika. A duhet të bërë të ekspozitorët në këtë kohë, profesor? Ekspozitorët duhet bërë patjetër. Që dhe në atë kohë çandarë, por në këtë kohë policët të njihen me armë të ftohta. Në shkolla është për t'ia bërë këtë ekspozicion. Po pse do ta pyesja? Po. A kanë këtë informacion oficerët në përshkolla? Ata kanë gjithë informacionin, për sa kohë punojnë me ngurësisht me Ministrinë e Rendit dhe trajnohen nga Akademia e Sigurisë. Po këtë të unazës nuk besoj se kanë. Se profesori ka invencione nga më të ndryshme. Unë e solla si për ta ilustruar. Ishte një ilustrim nuk është gjetur në shkolla. Jo, më falë që do të ndërpres vetëm me diçka që oficerët e sigurisë të shkollave trajnohen në Akademinë e Policisë. Ka një kurs, që certifikohen aty. Roli këtyre njerëzve edhe një herë është që në rastet e konstatimit të armëve të ftohta dhe kur kanë indicje, ata sinjalizojnë policinë e shtetit, sepse ata nuk janë policë që do të vënë prangat në sekond. Pa ata neutralizojnë problemin ka përshtypjen. Kjo është e vërteta që negocion. Dhe ata duhet ta kenë informacionin armës të ftohta. Ka një kalendar pune të përbashkët me oficerët e policisë zonës, ku krijohet mundësia për orë të hapura, që do të thotë strukturat e rendit vinë në shkollë dhe bëjnë gjithë të lloj ndërgjegjësimi që profesori paraqet. Ndoshta jo kaq të detajuar siç ka qenë kazusi i dikurshëm, por nuk flitet vetëm për armë të ftohta, flitet për përdorimin e drogës, kanabisin, të gjithë elementet e sigurisë, qoftë dhe ushqimore. Se siguria nuk është vetëm me armët, ne po diskutojmë armët, po perimetri i shkollës ka dhe ushqimin, ka dhe transportin, konfliktit që mund të krijohen nga parkimi. Ka pas raste janë përplas 2 makina, ka degeneruar konflikti në dyert të shkollës. Pra koncepti i sigurisë është shumë i gjerë. A duhet të ketë intensifikim dhe plan masash? Sigurisht, këtu bim gjithë dakord. Por si neutralizimi i armëve të ftohta është kryesore sepse nëse kalojnë në përlesje fizike. Edhe një indicie tjetër, djes një informacion i fundit, si ndoshta e ndihmon për së debatin. Ju do thoni çfarë lidhje ka? Në sistemet arsimore kryhet një vlerësim ndërkombëtar që quhet vlerësimi i Pizës. Si më fal? Vlerësimi i Pizës. Vlerësimi i Pizës map njohurit në disa matematikë gjuhë të tjera. Po, bëhet në çdo shtet kjo, po. Ka dhe një instrument, një pyetësor që shpërndahet nxënësve. Shumë pak njerëz e dinë, ne jemi munduar ta themi në media që Shqipëria renditet e 3-ta ose e 4-ta, tash se mbajmë mirë, pas Austrisë, Zvicrës, për sensin e përkatësisë në shkollë. Çfarë është sensi i përkatësisë në shkollë? Do thotë sa i sigurt dhe sa pozitiv ndihet fëmia ndaj shkollës. Pra, a vjen me dëshirë shkollë, a ka klim pozitive në shkollë? Pse e sjell këtë si argument? Nëse ne do kishim problematika kaq të ashpra brenda territorit të shkollës, minimalisht familja do të kuptonte, ore ky fëmijë çka ka gjithë vetë në shkollë. Po. Dhe fakti që ky është tregues që e kanë raportuar vetë nxënësit, unë mendoj që ne bëjmë mirë që flasim, po brenda perimetrit të shkollës shifrat janë shumë të ulta për të krijuar një sistem alarmi shumë të lartë. Sigurisht është mirë që flasim. Të shpresojmë se edhe ne këtë duam në fund të fundit. Po, ndoshta ata të cilët shkaktojnë probleme jashtë oborrit të shkollës i mbajnë brenda ato thika. Dhe ndoshta për shembull një ndër zgjidhjet më kujtohet në Amerikë, janë disa detektorë që vendosen përpara se të hyjnë. Ne kemi parë Djola të gjithë eksperiencat nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga Europa, kemi shkuar dhe fizikisht, po e diskutoj edhe me profesorin. Dhe ata bëjnë një screening ose një skanim të zonave ku niveli i kriminalitetit është shumë i lartë etj etj. Profesor Karamuço na tha diçka pas kamera për pjesën e atij detektorit. 40 sekondat e fundit i keni profesor. Do të them një gjë të madhe, po motra ime punon në Amerikë për policinë amerikane për sigurinë e shkollave. Po. Dhe unë kam pasur fatin që të marr pjesë në disa teste që bëhen në shkolla. Teste për mass shootings, kur vjen një person i armatosur dhe hyn në shkollë. Ata kanë pas shumë ngjarje të rënda për këtë. Testet që bëhen në rastin e kontrolleve, të çantave këto etj, pra si duhet, testet në rastin e zjarreve, e në rastin e një kohe të përmbytje të madhe etj, i kanë të gjitha këto. Madje këto të zjarreve bëjnë një herë në 2 javë, bëjnë me zjarr fiksi. Ato të mass shootings e bëjnë me policia dhe policia ka këto në përshkollat tona këto? Jo, nuk e kemi. Policia ka një formular. Tani ata bëjnë një risk assessment, që do të thotë bëjnë një vlerësim risku dhe thonë shkollat 1, 2, 3, 4, 5, për shkak të informacioneve që marrin nga oficeri i sigurisë. Në Amerikë është 1 polic, 2 oficerë sigurie, të pa armatosur, 1 polic është i armatosur. Në shkollë? Në shkollë. Dhe për këto që kanë nivel të lartë të risku, bëhet detektor, bëhet urë për kontrollin e metaleve etj, kontrollohen të gjithë studentët.
Të gjithë nxënësit. Po pra, pse se kemi në këtu? Tani ne kemi zona, por ne kemi një problem të madh. Këtu ndajemi bashkë. Shumicën e ngjarjeve që ne na ndodhin në shkolla na vijnë konflikti nga jashtë shkollës. Ato që ndodhin, ose nuk ndodhin në gjë të madhe. Po nga jashtë vijnë konflikte nga ata që janë brenda. Ne ndodhin më së shumti konfliktet nga rrjetet sociale. Nga rrjetet sociale. A është faktor TikToku dhe Instagrami për janë këto debatet ose këto? Prindit duhet të jenë të sigurt që ofendimet online që janë nëpër TikTok. Ngjarjet e mëdha nuk ndodhin asnjëherë brenda shkollave. Edhe vetë nxënësit ruhen për të mos i shkaktuar. Pyetja fundit, rrjetet sociale a i nxisin dhunën mes adoleshentëve? Patjetër që po. Rrjetet sociale dhe fake news i kanë rrezuar qeveritë. Tash imagjinoni kur bin qeveritë nga rrjetet sociale. Po ke dërin që bëj foto me armë që duket trendi kjo modelimi i pastër. Modelimi sepse duan të tregojnë për të, po, dhe mos harroni sfidat. Sfidat Sfidat e TikTokut. Sfidat, po. Na kanë vrarë 2 fëmijë vjet. Sfidat e TikTokut. Si ka vrarë 2 fëmijë? Si rasti balenës bluqe. Ju e mbani mend atë? Shpejt del edhe një dokumentar i Top Channelit në lidhje me sfidat e TikTokut. Cili rast është ky? Dhe nuk dua t'i përmend me emra se të dy janë të mitur, njëri 13 vjeç, njëri 10 vjeç. Kanë humbur jetën për shkak se kanë provuar nëpërmjet rrjeteve sociale sfidat e TikTokut. Këtu në Shqipëri? Në Shqipëri. Po. Blackout Challenge, sfida e blackoutit, po nuk dihen këto se kuptohen. Ne, domethënë ne ja u themi thon, okay, se sfida janë, por kur ndodhin vdekje, dhe pastaj ato raportohen si të tilla dhe merren të dhëna nga nxënësit e klasës, thuhet, po ne kemi parë këtë se ky përdor të këtë dhe këtë. Okej, shpresojmë që sot publik i dashur keni marrë disa mesazhe nga ky emision. Përpara se ta mbyll të pjesë të dytë të emisionit, un kam një dhuratë për panelin ton, një surprizë që do doja t'ju japja. Në fakt doja t'ju japja që në fillim të emisionit. Kam disa tepsi për byrek, i kam vizatuar vetë. Janë të gjitha të vizatuara nga unë me dizajnet e mia. Mund të bëni byrek lirshëm në to. Donaldi do hapi një byrek tore. Jo, është arti im. Është arti im dhe tepsi byrek. Ju lutem, byrekun ta piqni. Mund t'ja tregoni deri kamerës, byreku aty brenda fiqet deri në 90 gradë. Të bëj tek. Po, deri në 90 gradë sepse ikën dizajni. Ju falenderoj shumë që ishit pjesë e kësaj teme, këtij diskutimi. Edea, të lutem, na mrekullove zërit tënd. Falenderoj shumë për këtë. Shumë faleminderit që ishim me ne. Shumë faleminderit. She got married to a boy like you. She kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Daddy boy, you know everyone is talking on the street. You hear him whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. Mommy don't know that it's getting hot at the body shop, doing something unholy. His brown bag while she's dropping it, she be popping it, yeah, she put it down slowly. Oh, you left your kids at home, so we could get that. Mommy don't know that it's getting hot at the body shop, doing something unholy. Okej, tani jemi në një moment shumë interesant. Po, unë dhe Donaldi kemi bërë diçka një dëm, do thoja unë. Po, mund ta quajmë një dëm, po kujt ja bëm atë dëm? Ronaldo Sharkës. Një konkurrent i Dancing with the Stars. Ne kemi bërë një kamerë të fshetë dhe e ndjekim se si ka reaguar ai dhe në çfarë situate e kemi vendosur ne. Ronaldo na fal. Kjo është një ditë e zakonshme provash për yjet e Dancing with the Stars, por ju aq e zakon për Ronaldo Sharkën. Kemi bashkëpunuar me Frankin dhe produksionin e Dancing with the Stars për t'ja bërë ditën më interesante Ronaldos. Teknikët e audios kanë ndryshuar ritmin e këngës me të cilën ai ka punuar disa ditë radhazi në palestër. Nga rumba, ne e bëm bachata. Ronaldo shit ke kamera. Ronaldo nuk e di që sot regjisor është Donald Veshaj. Shikojeni se ç'ndodh.
Okej, edhe një herë. Edhe një herë. Kjo është kjo. Hajde dhije. Këte kemë vlla. O Ronaldo, këte kemi bërë. Jo shumë e di, po shumë e shpejt këtu. Si e ke? Po këte ke dhe panesër. Do shkosh në panesër, do shkosh në panesër të nevojë po. Jo për sotin s'është kjo. Vendi. Do ta bëjmë tamam, të lutem Ronaldo, s'kem nevojë ne ta shohim. Po. Kalojmë. Hapo pak. Po çata ta. Kjo është ndryshuar, Ameritë të ndryshuar. Është si ritëm tjetër, çfarë kërcen ti me çfarë është koreografia, nuk e marr vesh. Nuk është kjo kënga që kërcen në sallë. Çfarë është? Po nuk është kjo kënga që kërcen në sallë. E nxiton ti. Jo. Tash s'mund të vika punë të gjitha. O, jam unë në hapë. La do të ecim tash se janë të tjerë që presin. Po e zdali. Kaloj të salla, kaloj një gjysmë. Kaloj një salla dhe do të vita. Okej, tjetri. Kush është çifti tjetër? Debatet vazhdojnë dhe jashtë skenës. Ronaldo dhe partnerja e tij, Frenkie, kanë vetëm pak minuta kohë për ta punuar dhe një herë koreografin përpara se të kalojnë edhe një herë në skenë gjatë provës gjenerale. Po e se për së më një shkuaj, falë, se mu nga bëjnë. 1, 2, ti do të kesh shkuar, nuk është e vërtetë. Po si mu të të këshoj nga sala në skenë një shkës, mi të dojnë që të kërë. Dëgjoni sa të do ma bëjnë që të mishë. Jo, s'u ka bëjnë që të mishë, prit. Do bësh. Jo, po, jemi të dy, nuk të se ti jetë të punë. Jo, mos, si jetë konkurimi e ti, që shkë të... Në lajmë e ka Asi të të kanosh. Mos plot kokën shumë për që droga aty. Shkërkon në overi. Do bëjmë prova, be. Do bësh prova si qeqo. Nuk bëjmë prova. Ato e? Po përre me zalinë si thot kjo është të se seriosisht të sutoj. S'po se diskuto fare, kjo është nuk ka konton gjithë. Hajde, qo. Pas e gjithë. Nuk darë me për në lajë. Ronaldo, hajde këtu po të them. Jo. Që ki çmendur? Hajde. A kam nësë njësë në qatë kohë në gjithë. Parësë. Se më lolo, halë në Kjo është kënga, po e njëjta, Cuando se smia. Pikë kërcej me olën. Jo, zemra, nuk ka me ke kërcej, ti do e kërcej shumë ti konkurim. Ose i kemi minohu që ti ja, dhe ti dhëndje. Bene dhe një shqe. Që shkry më Po, Ronaldo. Jemi gati. Si dhe një qik shpejt këtë. Pysë më të gjatë. Pa, pësua. A mund të kemi versionin e këngës se kemi kërcyuar në studio? Atë më rëke. Se që parë sishtë e. Po jemë Ronaldo ajo këtë qëndësh. Hajde, gati. Gati, Rich. Tani, ai po kërkon muzikën që kishte në fillim që që ka prova gjithë javën. Ska gjë, se kjo është tash për... Dhe ne ato do t'i vendosim.
Qa ka gjithë shkon, o Ronaldo? S'gjë, po s'mund të vendosi herë këngë tjetër, herë këngë tjetër. Pra, s'është ajo që ishte? Ajo që ishte tani. Po qa ka atë? Asnjë, vazhdo. Hajde pyetëm tash se më shumë vonë. Unë rasti nuk ish kote. Gati, jemi, tash nuk e ndërpret. Po. Po sikur për stop. Ti vën tjetrën. Ti vën tjetrën. E ke tjetrën të parën. Vendose. Gati. Vendos tjetrën. Jemi, tash nuk e ndërpresim. Gati, 3, 2, 1, ecë. Sjellin sonte një bachata, Ronaldo dhe Frankie. 100% sentimiento. Voy a Do ta lejmë fare këtë provë, në? Ba një sekund, qa ka? Asgjë, hajde kërcë e tjerë, kësë frem. Hajde se ndosha të rrimë më mirë. Këti ishte kryesori, ka që. Bu serios Ronaldo sepse nuk është fare profesionale nga ana jote, valla. Ç'është për spalin dot? Jam Andrea nga Fieri. Ronaldo. Po, e kërcë unë, hajde. Okej? Po. Ne do të transmetojmë në kamerën e fshetit të më të flas, okej? Është e dyta plak, si mi barazim. Është e dyta që më bën. Jo, jam Donaldi dashur. Ua! Donaldi ishte regjizori. Regjizor unë dhe po. I kësaj kamere të fshat. Po, e pe si reagoj? Si reagoj, po pravo, për shtat në fillim. Po, për shtat patjetër, djalë punëtor. Është si plastelin. Okej, na fal Ronaldo. Një duar rogitje për Ronaldo. Këto dy fytyra të ngjyllore. Dhe, çfarë kemi tani, Romeo? Tani do të kalojmë një aftësi shumë të shkurtër publicitare, po përpara se të kalojmë në publicitet, ju bëjmë me dije se në pjesën e tretë do të kemi një super intervistë ekskluzive të Yasir Hasanit. Si asnjë tjetër në Më lër të flas, publicitet. Jemi në studio me Bioskalin, me trajnerin më të mirë të flokëve tuaj. Bioskalin prezantojmë këtë herë linjën roz, e cila është vetëm për femrat mbi 45 vjeç. Po, është shumë e thjeshtë njerëz, për ju që keni probleme me flokun, me rrënjën e flokut, me dëndësinë e tij, përdor Bioskalin sepse është trajneri më i mirë i flokut tuaj. Nëse ju e përdorni në një mënyrë të vazhdueshme, atëherë do të shihni patjetër rezultat dhe ne ju garantojmë këtë. Faleminderit Bioskalin që mbështet emisionin Më lër të flas. Do vi? Po, po të fet djetën, nështë është dhe i lodhër, o bërë. Inshallah vjen. Po s'ka faja. Po ka dhe regjim, ka regjim të fort. Inshallah, bërë. Oh, mi mbroma. Si jeni? O, qa keni, soq surpriz kja? Asani! Qa bëhet më veze? Asani, ku je kampion? Hiq për zotin, ja. Na thuaj ku do të shkojmë ndonjë? Ka Skënderbeu atje, vllai. Te Skënderbeu është. Ne do të çojmë në blok. Okej. Shkojmë në blok. Pastaj do kemi disi Skënderbeu. Okej. Po si e mor Hasani? Çfarë bëhet si ke qenë ja? Mirë për zotin, ja. Me kombëtarën kemi pas ndeshje shumë të vështira, se gjithë e din. Për ata. Përgëzimet tona janë fillimisht për golat që ke shënuar, për pasionin që luan. Dua të them diçka tjetër Hasani, që unë makinën e kam për ta shitur edhe vetëm se e ullur ti brenda, kush e di sa do i ngrihet vlera vllai. Po besoj se po, ose do ma qesësh mua. Do të jap 20%, e me flasim pasaj. Si situata je lodh, si shkojnë gjërat? Por zotin, me thënë drejtën, kemi sa ditë këtu, në grumbullim që kur kemi ardhën, edhe normal, sepse kemi pas shumë ndeshje të vështira. Kemi bërë punë aq të mirë që... Por, pra, një gjë që është për të vlerësuar është dhe fryma e grupit që keni, jo vetëm
Jo vetëm kjo ideja që t'jeni individualist, megjithëse ti ke shënuar 2 gola që kanë qenë individual, le të themi ato 2 të fortët tamam që kanë qenë nga... Ti i majt apo jo? I majt. Çaj i këndon këmbës në dark? Apo jo? Na herë, vllai, na herë. Ora janë këto thashë themet që në 2016 kombëtarin evropian e çoi Ballis Morina, kurse në 2024 kombëtarin do ta çoi Yasir Hasani. Ja, ke gjë, zonë jo, pjesë po them se kam dëgjuar. Thjesht për zotin kam pa shumë lajme kështu që kanë çarkulluar. Edhe banderolat ose skrimet e tifozëve që jemë e bukur ose si goli Yasir Hasanit. Yasir Hasanit. Si ndihesh na trego pak emocionet normal se kur je bën njeriu në i famshëm i momentit. Klush për kombëtarën shqiptare është një gjë shumë e veçantë. Patjetër. Edhe një dëshirë e madhe ka qenë si unë si që jemi me Yasir Hasanin. Që jemi në makinë me Yasir Hasanin. Faleminderit. Edhe është një e veçantë sepse pas sa vite që prap do kualifikohemi, pothuajse se kemi edhe ndeshje. Okej. A duhet vetëm një pikë? Një pikë, po unë besoj se do i rrafim edhe atje. Se besoj që një kombëtar që mund na bëj problem në këtë momente. Më pëlqen vetë besim. Edhe është mirë të jesh i famshëm, po na herë është më mirë të jesh edhe privat. Do bësh të pëlqen privatësia më pëlqen më shumë. Vërtet, a? Për zotin, privatësia më pëlqen as shumë sepse më mirë na herë, apo po gjithsesi. Okej, tu me ne do t'i tregojmë disa gjëra edhe po. Patjetër. Do edhe të vlerëson. Unë dua të bëj një pyetje që është skenari, se nuk e trajtoj dot si intervistë se kjo xhiro me Hasanin, po. Hasan, po mendoj unë. Kanë plan të bësh ndonjë këngë? Fillosh me koncerte me gjë? Si jam, ata vllai. Po ti isha këngëtar vllai. Ja. Nuk i ditë asnjëherë, nuk ka vonë, nuk e sa. Okej. Një gjë tjetër që mund ta trega pak është për nisjet e tua, për fillimin tënd si ka qenë. Fillimet e tua, kur ka lind kjo ide që ti të merresh me futboll, kur ke filluar që të stërvitesh? Unë që çfarë moshe? Unë që në moshën 6 vjeçare kam filluar. Okej. Edhe babi ka pas lozën në Maqedoni. Edhe babi ka pas shumë qejf futbollin. Po. Edhe po është ka qenë mbrojtës i gjatë. Edhe babi ti zbërë. Është realitet, po kam luajtur kundër babit vllai. Ke luajtur ti kundër babit? Bravo, okej, dhe ke nxënësi, u bëm i mirë se mësuesi apo jo? Vllai nuk e di, po shumë vështirë të lozesh kundër atij. Po, për zotin, po shumë vështirë kundër babit? Ja, vllai, nuk ka faull lehtë. Faull nuk ke. Besa. Ta gris panelën, ta e çat bën vetëm me të fitue. Nga ai e ke marr pasionin për futbollin, nga babi domethënë. Nga babi e kam marrën. Në moshën 14 vjeçare kam shkuar me ekipin e parë të Vardarit. Mbas 14 vjeç ke luajtur në ekip të parë. Në ekip parë kam qenë në stërvitje. Kanë qenë 2-3 shqiptarë atëherë, se unë isha i katërt që isha futur në historinë që te klubi Vardarit që ka shqiptar. Okej. Edhe isha shkolla e tire edhe pastaj me 16 vjeç isha kapiteni i ekipit parë, kur luzëm, edhe... 16 vjeç kapiteni, bravo, edhe pastaj filloi ajo interesimet, që të merrte akoma shumë për pasion për futbollin. Po. Edhe, ja, kështu. Sa vështirë ka qenë që ti të merresh me futboll, ti vendisje ëndrrën tënde. Me ta thënë drejtën ka pas shumë vështirësi, sepse vetëm babi ka pas punuar. Edhe në Maqedoni nuk kanë qenë edhe rrogat që marrësh ti që mund t'ia plotësosh dëshirën gjithëve, një familjes. Edhe kanë qenë shumë vështirësi kohë sepse ndonjëherë nuk s'ke pas as taka, me thënë drejtën. Fucat e futbollit ose nëse po. Gjithsesi babi po dëshira, pasioni i futbollit vllai. Dëshira që një ditë e kisha me dëshirë që një ditë bëhem futbollist profesionist. Që të luaja në ekip mirë. Po babi çfarë thoya? Edhe babi ka bërë çdo gjë që ka mundën ka bërë, edhe pse vështirësitë apo bën. Patjetër, një rrok. Një familje, një rrok, edhe është shumë vështirë, po. Ju jeni 3 fëmijë. 3 fëmijë, kam një motër, një vëlla. Edhe ma, po jemi 17 veta, 18 që jetojmë bashkë, edhe Okej. Familje, po është vështirë vllai. Nuk se di, është shumë vështirë me ta përshkruajt me fjala, domethënë sepse ka shumë lojtarë që vështirësitë normal kanë çdo familje në Maqedoni. Unë në tokë dhe nuk e diferencon vetëm nga vështirësitë e tua të tjerëve, kuptoj këtë. Thjesht babi ma ka thënë mos u dorëzo asnjëherë. Edhe i kam thënë që
derisa të lozi futboll nuk dorëzohem asnjëherë. Bravo, qof. Unë mendoj se çdo gjë që po bëjnë këtë futboll, çdo gjë vetëm për familjen. Bravo, qof, ke bërë krenar familjen dhe ke bërë krenar një kom të tërë. Do të thënë, lumë familja që të ka dhe kam përshtypjen është pagesa më e mirë që ti ju ke bërë atyre. Unë edhe pagesën që e marrë atje, që po ta them tani këto, edhe pagesën që e marrë, sa marrë në Korea atje, se nuk mos flasim, se nuk është edhe shumë e madhe, po sa do pak, ma atë që marrë une, po thuj se gjitha ja nisi babit. Sepse babi ka bërë gjë gjë. Bravo, qof. Edhe me qenë se ralla fisa me randi. Po tani nuk marrim edhe shumë si që mendon njerëzit, po marrim. Pse të pyes, sepse po mirë jam. Po mbaron nafta. A ke lek me vetë? Fut online, pa problem, fut online. Sa për naftë kemi. Tani ti ke shqiptari Shkupit. Po. Apo ja. Pse zgjodhe që të luash për kombëtaren tonë kur mund të luaje për kombëtaren e Maqedonisë? Pse zgjodhe ti jesh heroi? Ja, po ta them pse. Kur kam qenë në 17 vjeç, 18 vjeç kemi qenë në Antalya, në përgatitje me klubin. Edhe unë kam qenë pjesë e Maqedonisë. Po? Edhe po mbëj nga federata telefon që jem planet tona që të vish në... Nga federata Maqedonase, po? No, nga federata shqiptare. Edhe që ato ishin si turnament kështu në Antalya, kombëtarët e vogla dhe do dojmë të shikonin ti. Nga afër sepse na pëlqen si lojtar, më kanë pa atje edhe vllai, direkt. Po vi vllai, vetëm nisi ata, erdha. Erdha edhe nuk e mendoja as një sekond se kam menduar tjerë vllai, vetëm i kam thonë po edhe marrë familjes tam, bab thash po të realizohet thash edhe ëndra që një ditë ti je pjesë e kombëtarës, edhe i kam thonë që do jem thash pjesë e kombëtarës shumë shpejt. Edhe pse vështërsitë, a kupton, na herë nuk kecën se ke në futboll ke edhe ulje edhe ngritje. Po gjithmonë dush ta kesh vetbesimin e lartë. Sa u deshi të prisje që të ishe pjesë e kombëtarës? Unë e kam pritën 7 vjet. 8 vjet, po. 8 vjet. E kam pritën 7-8 vjet vllai. Edhe pse kam pas mundësi të lozi për kombëtarën e Maqedonisë. Edhe ke pjesë 7 vjet për kombëtarën shqiptare. Edhe mbesa që për zotin beso më kanë thirrën shumë herë në telefon, hajde, do të plosem gjitha, kupton se edhe treneri ka thënë vetë Maqedonisë. Do të plosem gjitha, vetëm se ne kemi që se treneri Maqedonisë ka qenë treneri im si ai më pat marrë në ekipin e Vardarit. Dhe ti prapë nuk shoh, Edhe i thash, ne jemi shqiptar thash. Edhe i kam thënë babit, ne jemi shqiptar, ne kemi lindën në Maqedoni. Po ne jemi shqiptarët e Maqedonisë. Thash, ne kemi vetëm një kombëtar thash. S'kemi thash më shumë kombëtare thash. Një shqiptar thash, ajo është krenaria më e madhe vllai. Edhe i kam thonë që dimi 16 kur në Francë kur kanë kombëtare shqiptare. Shumë bukur. Edhe i kam thonë babit thash që i ditë do ta çoj unë bashkë me shokët, sepse e di vështirësi do vim, po të më dha shansa thash i herë do jap shpirtin fuqi. Vetëm i herë ta çojmë edhe sepse edhe meritojnë populli shqiptar. Gjitha në jo vetëm Shqipëri, se shqiptar ke edhe në Kore vllai. Po atje. Unë të Kore kam takuar vllai. Besa. Te Korea tani, te Korea. Vetë nga tribuna kur vërtasin. O sa. Bravo. Tani ti luajte tek vazhdon luan tek Korea e Veriut. Në te Korea e Jugut sepse Veriut e di çfarë. Tani tek si është në Kore mo? Por zotin vllai, njerëzit janë shumë të mirë. Njerëzit, si situata, kultura është shumë e mirë. Kur luan për ata tifozëria, ndojnë shumë. Po jeta personale. Na tregoj çik tani valla, bëjmë çik muhabet shumë. Çfarë bëhet me ty more Jasir, djali? Por zotin, do në Korea po në Tiranë, se në Tiranë s'kemi, ne jemi në grumbullim në Tiranë, s'ke ç'a të bësh. Seriozisht ta morë frymën? Edhe nuk e ka fare? Por zotin s'kan fare ka. Ta çojmë të përputhen. Ja. Ja. Është misioni mirë, po ja. Nuk jam për atë vllai. Ose nuk e ka fare në Tiranë, do të thënë që të merresh, që të flasësh me ndonjërin. Sepse nuk e ka edhe plus me këto ndeshje vllai, nuk ka qenë rëndësia medalë vllai, nuk e si det. Po për pjesën do të doja pak të na përshkruaje pak pjesën e kësaj vëmendjes. Kësaj vëmendjes, ore të shkruajnë këto nxitëset e tifozëve që Kush të shkruan? Kush të shkruan? Në Shqipëri vllai, në Shqipëri. A personalitete? Rama të shkruan Rama?
Po jo që më ka shkrujtën, po më ka shkrujtë ato që e më pak ma përse rama. Po gjithsesi edhe... Jo, unë e kisha pyetjen për gocat. Të shkojnë këto tifozë dhe zjarta të kombëtarësh? Gjitha. Pa përreshtin gjitha. Po na eri, do i kthesh, po na nuk ke kohë sepse edhe ndeshjet ishin hapur. Plus edhe kam... Ndoshta duhet i çka ke? Dashur vllai edhe, është vështirë pak. Okej. Unë jam në makinë me 2 njerëz të gabuar, domethënë. Okej, unë mendoj të dilnim bashkë. Ja. Okej. Po këtë të bëjë që filli? Ju të dy që ngeni të dashuruar të martuar, po mirë mbyllim. Jo, se çka ka po Silvinjo, fol çik për Silvinjo, flasim çik për futbollin ora. Si ke marrëdhënie me Silvinjo? Si të ftoje Silvinjo? Është një njerëz. Si të erdhi ftesa domethënë për të grumbulluar? Por është një njerëz që ndoshta nuk do harroj asnjëherë në botë. Ndoshta, po nuk do harroj asnjëherë në botë. Është një njerëz shumë i mrekullueshëm. Çfarë njeriu është ai? Shumë i mrekullueshëm. Di si flet, çdo gjë. Çfarë marrëdhënie ka me lojtarën? Prefekt vllai. Po? Hiç mos shto më afar prefekt vllai. Prefekt. Si ka pa një njerëz që e ka bë grupin, e ka bë me staf, me gjithë ato që punojnë në federat, e ka bën një. E ka frym. Gjithmonë thotë jemi një. Po një kombëtar vllai është. Po mirë, shumë. Nuk mund të tregosh emocionet që... Po pra, po qik... Nuk mund të përshkrysh para ndeshjes, si më thuaj. Për para ndeshjes. Vetëm muzikë vllai, edhe... Çfarë muzikë dëgjon? Normal s'bot fjalë Ilir Shaqirin. Okej. Po. Dhe këngë patriotike vllai. Gjithë. Para se të futesh në ndeshje. Para se të futesh në ndeshje. Ky është rituali që bën... Nxemja bën normal, nxemja. Po normal, nxemja, po para se të futesh në anën teknike po. Ngjon muzikë, bën nxemja të gjithë bashkë. Çfarë i thua vetes? A ka ndonjë fjali që thua vetes? A të kapin emocionet, si e përjeton atë ndeshjen? Po. Ti themi këtyre goca. Ej! Jemi me Yasir Hasanin. Ej, po të përshëndesin goca. Është i lidhur vajza, është i lidhur. Nuk po tallem. Vllai. Por më prisnik! Ika vllai, s'ke naftë, vllai, s'ke naftë, prit. Donald, ty të shesh Skënderbej kam përshtypjen nafta. Rituali ky është që ti dëgjon muzikë? Mbesa ndeshjen që lytëm kundër Polonisë atje, që humbëm. Po ndeshjen e kthehemi kundër Moldovisë. Era e parë në stadium 23.000 tifoz shqiptar. Era e parë? Vllai, mishi kokra. Okej, duket. 15 minuta, 20 minuta vllai nuk e misha dot vetëm. Nuk e vej dot vetëm, a? Se vale emocioneve. Si lot vllai, po nuk nga që isha fokus të ndeshja, nuk doja vetëm me qajt vllai. Vetëm të isha po isha para ndeshjes. Sa filloi ndeshja. Wow. Sa u futëm fush. Se të filloi ndeshja, arbitri aty vllai. U bllokove po? U bllokova 20 minuta. U bllokova 20 minuta vllai edhe thash me veten se disiplina da. Ti flet në gjetet mishi, po këtë drejt. Golin kur e kam bëhen, qa them? Ai gol u bëj internacional ai. Babi në tribun, të qajten, gjithë vllai. Okej. Unë vetëm shkova direkt te Silvinjo me festu bashkë sepse ai meriton meritën e çdo gjë. Ke ndonjë marrëveshje për të kaluar në Europë tani nga marrëveshjen jugut? Marrëveshje nuk më thosh se është e përfunduar. Po ka 6-7 ekipa që... 7 ekipe që po të kërkojnë? Po, 7 ekipe që... Janë ekipe të mira në zë? Shumë ekipe të mira. Në çfarë ligash? Vetëm të informaciona e çfarë ligash? Ja, është në Gjermani, në Itali edhe Spanjë edhe Saudi. Në Spanjë, vlla. Në Spanjë. Edhe unë i thash babit ata në Spanjë. Në Spanjë vlla s'është ngrohtë. Në Spanjë është ngrohtë. Edhe ngrohtë. Edhe vjen Romeo me Real, do vitë do thotë Romeo shumë ma gjeta një spanjolla. Po mos i nga Korea pa ardhur unë, të lutem. Mirë? Po mirë se ne ikim prapë vllai. Ikim prapë. Jo se Korea vendas është më mirë për shkak që i di ato vota. Vllai, nesër nisëm me mua ikim bashkë. Okej, edhe ndoshta. Beso do të pëlqej shumë Korea. Unë do doja një mesazh për se di, për kombëtaren. Një mesazh për tifozën, një mesazh për shqiptarët. Unë mendoj se çdo lojtar, pa më pasysh, po çdo flas për veten time. Po? Unë edhe në fushë, edhe është fushësh, unë jam shumë krenar që lozi për këtë kombëtare. Edhe do jem deri në vdekje vllai, deri në vdekje. Deri frymën e fundit do jetë anë mban botës kombëtare dhe të imi vllai. Edhe do bëj çmos për këto tifoz që të shkojmë në Evropian. Bravo të qoftë. Për ta mbyllur shumë bukur të Xhiro, se s'mund ta quaj intervistë sepse ne shijojmë si Xhiro me ty dhe ishte fantastike. Po, unë do doja diçka nga ty, unë do doja që ne të
ne të ndërroni bluzat bashk. Të ndërroni fanella, të ndërroni fanella. Donaldi ndëron. Dhe ta kisha kujtim atë fanellën tënde. Edhe Oho. Po, na falni se jemi kështu nudo. Na falni. Na marrim si. Do doja që dhe ta firmosje. Firmosje njërë të vetja ti këtë. Donaj do të vinë Europian. Do të mbajsh ti kështu? Do mbaj. Ta firmosim. Se dolëm. Okej. Edhe numrin e ke. Okej, është autograf i parë që unë ma në jetën time. Që kërkoj diku një autograf. Po që kemë Berlin do i kesh prapë. Okej. Bëni që ishtë bluzat? Se na shkojnë në blok, shumë thonë qapë ta brenda makinë. 3 bura, 2 lakurish. Okej. Kemi? Bravo, Donalde, kape një bluzë. Ma do m'japësh takat, mirë? Do m'japësh takat. Qa dush, lej? Mirë, Davide do ma do marrë takat. Qa numri ke këmën? 20. 20, unë jam 25, a i pres sa gishta. Për ty unë i pres sa gishta. Vetëm të më bëjnë ato takat. Ademi Ashari dhe kështu e mbyllim këtë Gjiro. Super Gjiro, do me thënë me Hasanin edhe nuk e di njerëz. Është super djalë, përveç se super lojtar, edhe unë dua një super duat rokitje për bandën e Top Channel dhe Dean. Okej, jemi tek rubrika Më lër ta provoj, e cila po ndiqet pafund emisionin tonë, është pjesa 4 ajo që po pëlqet shumë. Prandaj, njerëz, publik i dashur, votoni për talentin që ju pëlqen dhe mos harroni, keni mundësi ta çoni me anë të votave tuaja në çerek finale, gjysmë finale dhe në fund të fitoj çmimin e madh me vlerën 10.000 euro. Kush do t'jenë ata që do marrin pjesë në puntatë e sotme në Më lër ta provoj? Ftojmë konkurentin e parë. Okej, pa humbur kohë. Eja i dashur. Është King Bjall. Mirë se erdhe në Më lër ta provoj. Sot do ta provosh. Si ke emrin? Blero Magic. Blero Magic, po mbi emrin apo Magic? Magic, më mirë, Magic. Jo, që nga noft mëra, Blero Magic. Blero Magic. Nga e me origin? Nga Dibra. Nga me gjallarët e Dibrës? Magic, oke, shumë. Jo, do doja ta pyesja, a ke të bësh me Magic Mike? Jo. Okej. Blero tjetër, Blero Magic. Blero, ne kemi një tavolinë këtu, sepse ka qenë kërkesa juaj. Po, do ju lutesha që të pozicionoheni të Je prestigiator, magjistar. Bëj numra shpejtësie. Tani, aktualisht, të gjitha këto se çfarë unë bëj janë numra shpejtësie. Dakor? Kështu që jeni gati? Ma sill një verë, po. Jo, s'ka verë. Janë ca tjera këto. Dakor? Ta nisim si fillim me një pako me letra, okej? Me një pako nisim? Unë thash me verë, po ti do me letra. E nisim më mirë me letra sipas metodës time, po gjithsesi, s'do ta harroj verën. Qa të kuqe të bardhë? Të bardhë. Të bardhë, okej. Do luthesha që të marrësh një letër, të tregoj diçka para. Dije diçka se jam shumë me fat, okej? Nuk e di se pse, thjesht jam me fat, e di që jam me fat. Kështu që do luthesha të rriqe një letër si fillim. Okej, po e tresh një letër. Okej, s'duhet ma tregosh mua se është rregulli kryesor. Publiku duhet ta di? Po patjetër që po, unë duhet po kthehem këtej. Publiku. Është okej? Tani. Po, Më dëgjoj.
Thjesht duhet të thuash diku stop këtu në pago. Thuaj diku stop, vendose letrën. Okej, dhe nuk duhet ma tregosh. E mban mend se çfarë thash fillim? Po, që jam shumë me fat. Okej. Tani do supozohet që unë në thonjza do të gjej letrën, por që s'm shëvoj. Ska, je shumë i bukur shumë. Okej, shiko. Tani më duket se e gjeta. S'është 100% e sigurt, po do thuash vetëm po ose jo. Po, jepi. E mban mend se çfarë thash fillim? Po, je me fat. Bravo. Okej, kjo është letra jote. 9 diamant, okej? Jo, je gabim. Je gabim. No, vërtet gabim? Aha. Nëse marrim 9-ën e mbyllim edhe shiko. Thjesht duhet të thuash diku stop. Mundesh të thuash diku stop në pago, thuaj diku stop. Stop. Tani më duket se e gjeta. Jepi. Tani duhet më thuash të drejtën. Cila ishte letra jote dhe unë do ta hap? Asi kup. Asi kup. Asi zemër. Po. 1, 2, thash jam me fat apo jo? Po. 3. 9. O, prit, 1 sekond, sepse 9-ën e lash aty te tavolina. Po pra. Nuk ishte 9-a, hap do të lutem çfarë letra është aty? Po shiko se është diçka shumë interesante. Shumë bukur. Është diçka shumë akoma më interesante sepse duhet të thuash diku stop. Mund të thuash diku stop, futja kot. Thjesht thuaj stop. Stop. Okej, të lutem, merr shikoj letrën pa ma treguar mua. Okej? S'duhet ma tregosh? Ose më mirë, ma trego dhe mua. Ishte të bëma gji. Shiko, e mban mend çfarë tash fillim? Që je me fat. Bravo, mos harro këtë. Jo. Jam me fat. Je me shumë fat. Nëse marrim 8-ën e mbyllim dhe do e vendos. Vendose dorën sipër. Okej, dhe dorën tjetër sipër, edhe mundohu ta mbyllësh të shtrosh pak forcë. Jo se do ngre tavolina, po. Sa duhet. Më dëgjoj. Mund të thuash edhe një herë diku stop. Po diku stop. Stop. Tani më duket, çan gjë mendon se është futja kot. E kuqe. Jo, e kuqe ose e zez. Okej, e zez. E zez, tash është e kuqe. Shiko. Kam fat ose ti umër, po. Jam unë shumë e fat. Pa më, kam unë edhe për ty. Kështu që mos e vëj mendje. Marrim 2-shin e mbyll dhe shiko. Hapi të dyja duart. Okej. Dhe vendose dorën sipër. Edhe dorën tjetër sipër. Bravo. Tani, ky është telefoni jot apo jo? Yes, i thyer është. Si mendon? Është bllokoj dot apo jo? Ti si mendon? Jep një supozim. Po besoj se po. Ku mos futem, thuaj. Mos u fut atje tek safari. Te safari. Sa ashtu zakonisht. Mos u fut. Dëgjoj. Se bëre shaka, nuk është bllokova dot, më duket se dështova ti kjo me gjë. Po gjithsesi, mund ta hapësh pak të lutem? Ne kësaj dio burhën. Okej, super. Po. Ta lëm këtu. Edhe më dëgjoj, do ta mbaj telefonin në këtë lloj forme. Nuk di ta përdor mirë, kam një llogarice? Po, kam. Super. Tani, më thuaj një numër me 2 shifra, futja kod 27. 2 dhe 7, okay? Po. 27. Po. Shumëzim. Më thuaj një numër me 5 shifra. Më thuaj me radhë, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Jo, nëse do ndryshoj, unë ta thash shembull. Okej, jo s'ka problem. A çfarë ky jalla? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Po. Shumëzim apo pjesëtim? Pjesëtim. Pjesëtim. Më thuaj një numër me sa shifra do? Thjesht më thuaj kod. Okej. Me 3 shifra. Me 3 shifra. Okej. 1, 2. Çfarë vendos numrin tjetër? 8. 8, 3. Shumëzim apo pjesëtim? Po be pjesëtim prap. Pjesëtim prap. Më thuaj një numër me sa shifra të duash, ti futja kod. Je i lirë. Po me 7 shifra, 8, 5, 4. Me 4 shifra, okej. Me 4 shifra. 1995. 1995. Tani, do t'i japim shumëzim apo pjesëtim apo baraz? Ti e vendos. Bëj baraz. Ta bëjmë baraz? Po. Okej, shtype vetë barazin, të lutem. Nëse të... Okej. E lexon dot komplet numrin? 19.951.995. Okej. Tani, thjesht po e vendosim telefonin këtu dhe po e shkruajmë që të jetë transparent edhe për publikun. Mi thua do të me radhë numrat? Po. 19, 951. 19, 951. 951. Okej. 665. Jo, 995, po shkojmë brapa. 995, apo jo? Okej, po. Okej. Tani, çfarë thash fillim e mballmën se është shumë detaj, është shumë detaj. Tani, para se të bëjmë diçka, thjesht do mundohem që letra edhe një herë, e mban mend? Po, 2 shifra. Apo dhe juve ishit? 8. 8. Okej. Nëse trokasim gishtat, edhe hapin e pak duar shikojeni. Aty ka dalë 8-a, edhe aty ka dalë 2-shi. Pavarësisht se juve kishit 8 në fillim dhe doli në 2-sh. Po shiko.
E gjithë kjo është sepse unë jam shumë me fat. Bravo, dhe vetëm për ju të dy sot kam përgatitur një insert, por prit, para se ta thoja, është çdo gjë e planifikuar, qoftë tek numri 90.951.995, sepse nëse e ndajmë në 2 pjesë, okay? Çfarë ndodh? Bëhen 2 data. Okay? E ndava pa gabim, këtu në mes domethënë. Bëhen 2 data. 1995 dhe nga ana tjetër 1995. Okay? Që do të thotë janë 2 vite lindje. Po përveç kësaj, hape pak letrën, është numri 2 dhe atje është numri 8, që do të thotë 28 vjeç. Po përveç kësaj kam përgatitur dhe insertin që do ju lutesha ta shikoni. Vetëm shikojeni pak. Vetëm shikojeni. Dua si ka lut, me që kisha dhe unë kohë sot thash pse mos ta provoj. Edhe kisha përgatitur diçka para se të vija. Vetëm pak orë na ndajnë para emisionit, kështu që shpresoj që t'ju ketë pëlqyer. Ky ishte edhe parashikimi për sot. Bravo. Fantastike, Fler. Fantastike. Si ka emocione, la pa fjallë. Ato verën pas emisionit. Okej, unë kella u shokova, vërtet. Shpresoj që t'ju ketë pëlqyer, po mos harro. Jeme fat. Shumë faleminderit të gjithëve. Okej, votojeni, sa të më dali ky shoku mua tani, votojeni Blero Magic. Blero Magic ishte fantastik. Ju betoj muskal, kjo gjëja, Alfa Romeo jo. Ishte një super numër magjia. Okej? Numrat i çova vetë të gjitha, që të makinë llogarice, edhe letra. Okej, herës tjetër kam përshtypjen do vish me një super gjë. Ato duhet surprizë, kështu që. Okej. Votoni njerëz, faleminderit Blero që ishe sot me ne në studio, të urojmë gjithë të mirat. Faleminderit Blero. Jore. E shkon çfarë na bëri Blero? Nuk e di ju, publiku, regjia, po ngela me gojë hapur këtu. Mua më duket sikur ky djalë i rim bagazh makinës time dhe di çdo gjë që unë do të them edhe do bëj. Edhe unë. Ishte fantastik. Dhe tani është momenti konkurrentit të dytë të kësaj mbrëmje dhe të kësaj super rubrike. Është një djalë i vogël shumë i lezetshëm, të cilin unë e takova në prapaskenat e Më lër të flasë. Dua ta ftoj tani në studio. Ej, si e? Mirë? Ke emocione? Pak. Mos e vrit mendjen fare sepse të gjitha janë si ne. Po. Okej? Edhe ata që po na shikojnë. Okej, si e ke emrin? Joel Mali. Po. Okej, sa vjeç je? 9 vjeç. 9 vjeç? Po je shumë i bukur, e di apo? Faleminderit. Nga jemi origjinë? Nga Leza. Bravo, të qof. Kush është talenti jo? Do ma tregosh pak talentin tënd? Gjeografi. Mund të këndoj edhe ti bie pianos. Okej, ky do i marr ka vajza në qaf më duket. Okej. Por sot Joel do flasim për gjeografinë sot, apo jo? Po. Okej, ne kishim dhe një temë shumë interesante, shkollat. Pak më parë këtu më lër të flas. A mëson shkollë ti? Po. Po, jemi dhjeta? Po. Normalisht, sepse është mjeshtër në gjeografi, Romeo. Okej, mirë Joel, ne po fillojmë edhe po të pyesim për gjeografinë. Okej? Unë nuk jam aq i zoti sa ty dhe më duhet që të googloj për ato gjëra që ti thua. Okej? Që të besoj. Atëherë. Një sekondë, nëse po i flas dja. Donaldi është budalla, po mos ja tregoj njeriu. Çfarë po i thua, më s'është fëmijë, më. Është fëmijë. Okej, fillojmë, Joel. Kryeqyteti i Algjerisë. Alger. Okej. Kryeqyteti i Kazakistanit? Astana. Kryeqyteti i Turqisë? Ankara. Okej. Kryeqyteti i Tajlandës? Bangkok. Yes, bravo, ju do të kitje njerëz. Kryeqyteti i Kubës? Havana. Yes, okej. Kryeqyteti i Izraelit? Kryeqyteti i Izraelit?
Jeruzalem. Bravo. Kryeqyteti i Egjiptit. Kairo. Kryeqyteti i Luksemburgut. Luksemburgu. Kush është kryeqyteti i Shqipërisë? Tirana. Shumë e thjeshtë. Okej, kemi edhe disa flamuj. Shumë shpejt. Lutem, produksionin na ndihmoni. Faleminderit produksionin. Atëherë. Okej. Flamuri kujt është? Irani. Okej. Shumë mirë. Flamuri i kujt është ky? Katari. Flamuri i Katarit. Bravo. Bravo. Flamuri i kujt është ky? Tunisia. Tunisia? Okej. Më gjajti pak me Turqin mua. I kujt është ky? Ekuador. Ekuador. Bravo. Flamuri i kujt është ky? I Tajlandës. Tajlanda? Sto flamur të lezetshëm pas ka Tajlanda. Okej. Flamuri i kujt është ky? Marokut. Marokut. Flamuri i kujt është ky? Kamerunit. Kameruni. Okej. Flamuri i kujt është ky? Kanadas. Okej. Flamuri i kujt është ky? Uruguajt. Uruguajt. Dhe flamuri i kujt është ky? I Kosovës. Bak kështu të. Kështu se nuk të... Bravo, zëma vogël, bravo. Okej. Ej, nëse ju pëlqeu Joeli, mjafton të votoni në emrin e tij në numrat që janë shkruar këtu poshtë e ekranit. Joel, je shumë i mirë. Da po çik faqen. Suksese në shkollë. Edhe votoni sa më shumë se shko sa i bukur që është. Faleminderit Joel. Faleminderit që sot me ne mund të vazhdosh. Mirupafshim. Ciao. Mirupafshim. Okej. Kështu e mbyllim dhe këtë puntat për sonte. Shpresoj shumë që t'jeni kënaqur sot me ne. Ne do t'ju lëm takim të shtunën e ardhshme ora 21:00 vetëm në Top Channel.